Po? Po, fshati me fshat nuk ka hiq. Mund për veti, nështë më thonë dikush, ta dhonë një banesë në Prishtinë, nështë për me shite kësha morë, apo këta me bon pare. Po? Për shko me jetu në tonë, sëtë më manshu ku dë, kush dën, unë për veti s'moj me jetu asë në Prishtinë, asë në Prizren, qytet, Po, pra s'moj ti ke kush pas qysh. mundësi me ndru vetë banimi, po nuk e ke ndru, nuk e dasht asë njëherë. Jo, që tash folë mu ma dhonë, veç me jetu me kusht, Po? nuk muj me shku me jetuën. Po? Po, këtu, se tash të asë njëherë, një temë, i kom bon të kon 57 vjetë, po një temë s'kom një prej qytetit si ka ordi kërë në fshatë, ato në të harren, e para, edhe nga mërgimi si e thuj njerëz të kthejna, nuk kthejnë kur se kanë familjen atë. Unë për vetë rrisë, në momentalisht kom pas fatin, është ta mundësin minoli, kam 2 djemë të dharja në familje, se dhe këtu i kja 25 shpi që të në lashë kërë i përjetojnë, në fshatë, po zbesej që janë këtë 10 shpi, 10 familje, këtë janë për jashtë, vinë në qatë pushim e krynë, në qytete nuk janë dalë, po janë jashtë, nuk thejhen mo. Ato ta garantaj me jetë, si unë zërë se ku të shkoj nipat e mesat e familje, është problem, a prej qytetit dhe mund që të vjetë i kombojnë... A ka arsye tjera, apo vetëm se familja nuk thehet? Ka arsye tjera se kam mësua jetën që atje, kuptan. Kur të kalesh ti me një ku, edhe familje, normal se familjat që janë qëtin dhejt, që është me hanë flokë, qëtja ja me, s'mun është milion, me kanë dhe me jetu, i ka hup edhe rejtë ja jetu. Po kuptan, momentin si ti të metë që në fshat vetëm vetë, një njeri është shumë nështë të zërë me jetu, po momentin ku ta kish familjen, normal se... A mendon edhe kjo që nuk thejmë për shkak puna e tokës, do të me punu toka, po... Toka në s'kru, është më shotra, mu jo brena jetu e ma mirë se në qytet. E pse s'po punohet ma toka? Po nuk